Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë tradicionale. Fillojmë në tenxhere, hedhim pak vaj. E lëm që të nxehet, mandej e shtojmë mishen, 1 kilogram e gjys mish viçe. Dhe vazhdojmë e kavërdisim mishen pra me lugë duke e përzier, ngadal edhe duke u zy, mishin do ta vëreni që do ta lshoj lëngun e vet. Mirë po, në qoftë se e shikoni që kemi hedhur pak vaj, lirisht mund të shtojmë edhe pak. Unë po shtoj edhe pak vaj dhe tash kam e vazhdu edhe me përzi mishin derisa të kavërdiset mishi mirë, sepse thash fillimisht ka me lshu lëngun e vet e pastaj pra duhet të vazhdojmë edhe ta ziejmë, por derisa ta lshoj lëngun e vet, ne do të vazhdojmë, do ta përzijmë derisa uji të shterret krejt. Po e vreni që ka fillu edhe ka lshu lëngun. Vazhdojmë e kavërdisim kështu. Tash po e shikoni që lëng ka më shumë se sa që kishte në tenxhere. E kur lëngu të shteroj, atëherë do të vazhdojmë edhe do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Po e la edhe për pak minuta që të shterret lëngu, pastaj shtojmë qepën. Tash vazhdojmë edhe shtojmë qepën. 2 qepë mesatare i kam përgatitur pak më herët. Mishin duhet ta përzi mirë me qepën, të kavërdiset qepa mirë edhe kështu derisa qepa të zbutat. Kështu duhet me përgatit këtë recetë nëse dëshironi që pra gullashit ju bëhet më i sheshëm. Pra qepa duhet të kavërdiset edhe duhet të zbutet mirë. Për të vazhdu, pastaj edhe për të shtuar edhe krypën edhe përbërësit e tjerë. E pasi qepa është kavërdisur mirë, po e shikoni që veç është zbut, tash mund të vazhdojmë edhe të shtojmë edhe krypën, vegetën, biberin e kuq e kështu me radhë. 1 lugë të mesme kryp, 1 lugë të mesme veget, 1 lugë të mesme biber i kuq, pak biber të zi, gjys lugë të çajit me hudhër pluhur. Dhe gjithashtu gjys lugë të çajit me kërry erëza. Pra të gjitha i kemi shtuar, edhe tash krejt në fond po shtojmë edhe salcë domate ose pastë domate, nga kjo që është pak më e trash. Shtojmë dikon 2 lugë të gjellës. Edhe po fillojmë po e kavërdisim pak shpejt, mandej e shtojmë ujin edhe do ta lajmë mishin që të zihet mirë. Pra duhet ta mbulojmë mirë me ujë. Edhe ko pas kohe nëse shikoni që gjatë zierjes uji po shterron, atëherë mund të shtoni ujë derisa mishi të jetë gati. Pra i kemi shtuar ujë, e kemi mbuluar mirë mishin, edhe presim që mishi të zihet. Po e leni kështu, pra që të vloj mirë në temperaturë maksimale, fillimisht pastaj ka fundi ja zvogloni temperaturën. Në anën tjetër po vazhdojmë edhe po e përgatisim edhe qërvishin dhe këtu kam shtuar 3 lugë të gjellës me miell, kam shtuar vaj edhe tash pra vaj i shtoni derisa mielli të zbutet, kështu si në video, dhe vazhdoj me kavërdisim në temperaturë mesatare, ngadal, jo shpejt që mos ju digjet edhe t'ju merr erë pra qërvishe. Kështu e përgatisim këtë recetë, pra ngadal në temperaturë mesatare. Tash vazhdojmë edhe marrim pra përbërësit e tjerë për të përgatitur edhe gullashin. Unë kam vendosur që të shtoj pra paprika gullash, kjo është nga Knorri, pra është pluhur që përgatisim për gullash, për ta trashur lëngun, edhe pse po e vreni që do i shtojmë edhe qërvish, por edhe lëng, prapse pra 1 paqet nga Knorri, siç e pat, për të përgatitur gullash. Me 200 ml ujë do ta trazoni, e shtoni te gullashi, edhe tash normal që do t'i shtojmë edhe qërvish për ta bërë edhe më të mirë, pra gullashin jep shije shumë më të mirë, provoni pra edhe në këtë mënyrë me përgatit recetën, sepse do ta shikoni që bëhet shumë më i mirë. Edhe tash e shtojmë edhe qërvishin, edhe krejt përbërësit, edhe gullashin e kemi gati.
Unë shpresoj që ka më ju pëlqy edhe kjo recetë e përgatitur kështu. Në fund i shtoj pak ujë edhe e la kështu që të vloj ngadal në temperaturë minimale, mos paku dikon gjysore, pra ujë shtoni mjaftueshëm, edhe kjo duke u shterur ngadal edhe bëhet shumë më i mirë. Në tenxhere anash kam shtuar 900 ml qumësht, 100 gram djalp ose margarin, nëse e përgatisni me djalp ju bëhet shumë më e shishme. Vazhdojmë edhe i lam kështu që derisa djalpi të filloj të shkrihet. Pra i leni pak që të filloj të vloj. Krejt në fund shtojmë 120 gram mëpire të gatshme. Edhe vazhdojmë pastaj krejt në fund, shtojmë pak biber të zi, e krypën, vegetën do i shtojmë krejt në fund, pasi që pureja e patateve të trashet pra kështu mirë. Tash vazhdojmë i zim ngadal në temperaturë minimale, edhe këto shumë shpejt pra do t'jenë gati. Shto një lugë të mesme me vegetë. Gjithashtu shtojmë edhe gjysë luge të çajit me kryp, pra krypën unë ja shtoj kështu me tamen, por afërsisht gjysë luge të çajit. Dhe tash vazhdojmë me përzime dhe e lam që të zihet, pra pureja e patateve mirë po e vreni që veç ka fillu të trashet, edhe kështu ngadal në temperaturë minimale edhe puren e kemi gati. Tash na mbetet vetëm se të servojmë të gjitha recetat të cilët i kemi përgatitur. Edhe gullashin po e vreni që e kemi gati, për iftar kam përgatitur edhe pak supë të gatshme, edhe një sallatë e kemi përgatit, edhe tash çdo gjë është gati, na mbetet vetëm se të fillojmë edhe të servojmë recetat. Këto ishin të gjitha recetat që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Mësoni të përgatitni një gullash tepër të mirë special që ka shije shumë për familjen ose për mysafir. Pra gullashi është gati, po e vreni që sa i mirë që është. Neve na boft mirë të gjitha agjëruesve agjërim të lehtë dhe të pranuar. Për iftarin e sotshëm kam përgatitur edhe pak sallatë, do me thënë lakër, marull, pak tomate, pak kastravec, djath edhe qep të kuqe. Tash po fillojmë edhe po e servojmë edhe iftarin për sot. Fillimisht po marrim pak pure nga patatja, e kam lënë pak më të trash, edhe kështu bëjmë një hapësirë në mes, mandej shtojmë edhe gullashin e përgatitur, edhe kështu ju bëhet një recetë speciale, provone sepse ja vlen edhe ky iftar tepër i mirë edhe i shishëm. Këto ishin recetat që kishim përgatitur për iftarin e sotshëm. Shpresoj që do të takohemi edhe me shumë receta të tjera, edhe këto ditë të cilët na kanë mbetur gjatë muajit të Ramazanit. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.